është një hoxh, ka qenë hoxh i madh i Sirijës, Ali al-Tantawi, rahimahullahu ta'ala, i cili ka shkruar një libër çikës vet. E ka shkruar Oj vajza ime. Ka qenë dietar i madh i shquar. E ka shkruar një libër. Dhe në qatë kohë sa ka filluar me njerëzit me devijun nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala, sidomos pjesa e lindjes. Edhe ka shkruar sa ka basar disa prej organizatave të dashme thonë që gruaja duhet mu qel, duhet mu hap, duhet me pas dosta e kështë më ratë. Dhe kjo e ka shkruar me një libër. E ka shkruar çikës vet, ama e ka drejtu këtë çikave të muslimanëve. Ka thonë oj bija jeme. Oj bija jeme, mbaje mend. Ruje veten, mbuloje trupin. Ka thonë dhe mos i beso kur kujna jashtë burrit tanë. Sepse çdo mashkull që ka kriju Allahu mashkull, kur të fole me ti, edhe nëse ti e tushit dhe të blejt diçka, shka lidhet, ki diçka hekër i tushit, plastik i tushit. Ka thonë ta di se çdo mashkull në dunja një herë në trunin e vetë zhvesh, pi petkave më zani fol me tije. Çdo mashkull një herë zhvesh grujen pi teshave më zani fol me ta. Kjo është e vërteta. Për këtë arsye Allahu që ka thonë falyadribna, le ti vënojnë gjilbabat mbulesat e tyre. Pse? Kjo vëzë fe. Allah e di çka ka në nefsin tanë. Allah e di çka ka në nefsin tanë.